Pjesa 1. Pas vdekjes së vëllait tim, shtëpia u mbush me një heshtje që nuk e kisha njohur kurrë më parë. Jo atë heshtjen e qetë që vjen pas një dite të lodhshme, por një boshllëk që të shtrëngon gjoksin dhe të bën të dëgjosh çdo rrahje zemre si të ishte e huaj. Në moshën 70 vjeçare, njeriu mendon se i ka parë të gjitha. Lindje, vdekje, gëzime, zhgënjime, suksese, humbje. Por vdekja e vëllait tim më gjeti të papërgatitur, si një djalë i vogël që humb dorën e atij që e udhëhiqte. Vëllai im, Arbeni, ishte vetëm 2 vjet më i madh se unë. U ritëm bashkë në të njëjtën shtëpi, me të njëjtën varfëri dhe të njëjtat ëndra të thjeshta. Ai ishte më i guximshmi, më i zëshmi, unë më i heshturi, ai që vëzhgonte nga prapa. Kur u martua me Elenën, mendova se kishte gjetur pjesën e munguar të vetes. Ajo ishte një grua e butë, me sy të thellë dhe një qetësi që e bënte shtëpinë të ndihej më e ngrohtë. E respektoja siç respektohet gruaja e vëllait. Me distancë, me kujdes, pa kaluar asnjëherë kufirin e padukshëm. Kur Arbeni u sëmur, gjithçka ndryshoi. Sëmundja erdhi tinës, si një hije që zgjatet në muzë. Fillimisht ishin lodhje të vogla, pastaj dhimbje, e më në fund diagnoza që na la pa fjalë. Unë isha aty çdo ditë. E çoja në spital, e prisja në korridore, e mbaja për krahu kur ecte me vështirësi. Elena ishte gjithmonë pranë tij, por shikoja në sytë e saj një frikë që ajo përpiqej ta fshihte. Shpesh, kur Arbeni flinte, ajo ulej pranë meje dhe rinte në heshtje. Nuk flisnim shumë. Ndonjëherë mjaftonte një shikim për të kuptuar se të dy po mendonim të njëjtën gjë. Se po e humbnim. Vdekja e tij erdhi një mëngjes të ftohtë dimri. Telefoni ra herët. Zëri i mjekut ishte i qetë, por fjalët e tij më goditën siç e kanë. Kur mbërrita në spital, Elena ishte ulur në një karrige, me duart e mbledhura fort në prehër. Syt i kishte të thatë. Kishte qara aq shumë sa lotët i ishin shterur. U ula pranë saj, pa ditur çfarë të thosha. Në atë moment nuk ishim më kunat e kunat. Ishim 2 njerëz të thyer nga e njëjta humbje. Varrimi ishte i thjeshtë, siç do ta donte Arbeni. Njerëzit vinin e iknin, thoshin fjalë ngushëllimi që humbnin në ajër. Kur gjithçka mbaroi dhe shtëpia u zbraz, mbeti vetëm heshtja. Elena nuk kishte fëmijë. Unë isha i martuar dikur, por gruaja ime kishte ndëruar 10 vite më parë. 2 të moshuar, secili me dhimbjen e vet, u gjetën papritur në të njëjtën qati, të lidhur nga një njeri që nuk ishte më. Ditët e para pas varrimit ishin më të vështira. Elena endej në shtëpi si një hije, prekte rrobat e Arbenit, ndalonte para fotografive. Unë përpiqesha të ndihmoja si mundesha, gatuaja, pastroja, i sillja ilaçet. Gjithçka ishte e bërë me kujdes, me një ndjenjë detyrimi vëllazëror. Asgjë më shumë. Të paktën kështu i thosha vetes. Por netët ishin të gjata. Shpesh e dëgjoja duke qarë në dhomën e saj. Një natë, pa menduar gjatë, trokita lehtë dhe hapa derën. Ajo ishte ulur në shtrat, me fytyrën e mbuluar me duar. Kur më pa, u përpoq të fshihte lotët, por ishte e kotë. Më fal, i thash me zë të ulët. Mendova se ndoshta nuk je mirë. Ajo tunte kokën, por lotët vazhdonin. U ula në një karrige përballë saj. Nuk e preka, nuk e përqafova, vetëm qëndrova aty. Pas pak, ajo foli. Shtëpia më duket bosh. Çdo gjë më kujton atë. Edhe mua, ju përgjigja. Çdo qoshe. Ishte hera e parë që ndjeva se dhimbja jon po bashkohej në një pikë të përbashkët. Nuk ishte ngushëllim, por një lloj kuptimi i heshtur. Me kalimin e javëve, filluam të flisnim më shumë. Për Arbenin, për rinin ton, për gabimet dhe ëndrat e parealizuara. Elena më tregonte histori nga jeta e tyre martesore që unë nuk i kisha ditur. Qeshnim ndonjëherë dhe pastaj ndiheshim fajtor për atë të qeshur, sikur po e tradhtonim kujtimin e tij. Por qeshja vinte vetë, si një frymarrje e domosdoshme mes lotëve. Një pasdite pranvere, po pinim kafe në verandë. Dielli ishte i butë, ajri mbante erën e luleve. Elena më shikoi gjatë dhe tha: "Nuk e di çfarë do të bëja pa ty këto muaj." Unë ndjeva i papërgatitur për ato fjalë. Në gjoks më kaloi një ndjesje e çuditshme, një ngrohtësi që u përpoqa ta shtyp. "Jemi familje," thash shpejt. "Kjo bëhet për familjen." Ajo uli syt dhe buzëqeshi lehtë. Nuk foli më, por diçka kishte ndryshuar, që nga ajo ditë fillova ta vërej ndryshe. Mënyrën si i lidhte flokët, si e mbante filxhanin, si buzëqeshte kur fliste për gjëra të vogla. Mendimet që nuk duhej të ishin aty filluan të më vizitonin natën. I shtyja larg, i quaja turp, i quaja mëkat. Ajo është gruaja e vëllait tim, i përsërisja vetes.
Ka kufi që nuk duhen kaluar, por ndjenjat nuk pyesin për rregulla. Një mbrëmje, ndërsa po shikonim një program të vjetër në televizor, dritat u fikën papritur. Një ndërprerje energjie. Elena qeshi nervozisht. Si në kohët e vjetra, tha ajo. U çova të ndizja qiring. Kur u ktheva, ajo ishte ulur në divan, fytyra e ndriçuar nga flaka e vogël. Hija e saj lëkundej në mur. U ula pranë saj, më afër se zakonisht. Supet tona u prekën lehtë. Asnjëri nuk u largua. Zemra më rrihte fort. E dija se po afrohesha në një territor të rrezikshëm. E dija se një hap i gabuar do të ndryshonte gjithçka. Elena më shikoi në sy. Në vështrimin e saj nuk kishte dëshirë të shfrenuar, por një lodhje të thellë, një nevojë për ngrohtësi njerëzore. Ndonjëherë, tha ajo me zë të dridhur, mendoj se jeta po mbyllet për mua, se gjithçka e bukur ka mbaruar. Jo, i thash pa menduar, nuk ka mbaruar. Jo ende. Fjalët e mia ishin të sinqerta, por në to kishte edhe një premtim të pashprehur që më trembi. Atë natë nuk ndodhi asgjë. Unë ngritëm, secili shkoi në dhomën e vet. Por diçka ishte ndezur, si një shkëndije vogël që nuk shuhet lehtë. Ditët që pasuan ishin të mbushura me tension të heshtur. Flisnim më pak, por çdo fjalë peshonte më shumë. Çdo shikim zgjaste një çast më tepër se duhej. Në moshën 70 vjeçare, mendon se zemra është qetësuar, se pasionet janë shuar. Por zemra ime më vërtetoi të kundërtën. Luftoja me veten, me kujtimin e vëllait tim, me frikën e gjykimit të botës. Çfarë do të thoshin njerëzit? Çfarë do të thoshte ai, po të ishte gjallë? Një mëngjes, Elena më tha se po mendonte të shpërngulej, të shkonte te motra e saj në një qytet tjetër. Fjalët e saj më goditën më fort se sa e prisja. Ndjeva një humbje të re duke u afruar. Do të më mungosh, i thash, dhe për herë të parë nuk u fsheha pas fjalës familje. Ajo më pa, syti i mbushën me lot. Edhe ti mua. Aty, mes atyre dy fjalëve të thjeshta. E kuptova se ndjenja ime kishte kaluar një kufi nga i cili nuk kishte kthim të lehtë. Nuk ishte më vetëm keqardhje apo zakon. Ishte diçka tjetër, diçka që më tremte dhe më ngrohte njëkohësisht. Kjo ishte vetëm fillimi. Një fillim i ndërlikuar, i mbushur me faj, me dashuri të vonuar dhe me pyetje pa përgjigje. Në atë moshë, kur mendon se jeta po shkon drejt perëndimit, zemra ime kishte vendosur të linte diçka të re. Dhe unë nuk e dija ende nëse do të ishte shpëtim apo dënim. Vendimi i Elenës për të larguar më rëndonte në mendje ditë e natë. Që nga ai mëngjes shtëpia më duke edhe më e madhe, edhe më bosh, sikur muret e saj ta kishin nuhatur ndarjen që po afrohej. Çdo hap i saj, çdo zhurmë lehtë në kuzhinë, çdo kollitje e vogël më dukej si një numërim mbrapsh. Nuk ja thosha do të hapur frikën time, sepse nuk isha i sigurt nëse kisha të drejtë ta mbaja pranë. A ishte egoizëm, apo ishte thjesht nevoja njerëzore për të mos mbetur vetëm në vitet e fundit të jetës? Elena filloi të mbledh gjërat ngadalë. Jo me ngut, jo me valigje të hapura, por me atë kujdesin e një gruaje që ende shpreson se diçka mund ta ndalë. Një shall në dollap, disa libra të vendosur në kuti, fotografitë e Arbenit të mbështjella me letër të butë. Çdo send që hiqej nga vendi i vet më shponte në zemër. Një pasdite, ndërsa po i rregullonte librat, i thash: "Nuk e pse nxitohesh, mund të rish sa të duash." Ajo buzëqeshi, por në buzëqeshjen e saj kishte lodhje. "Nuk dua të bëhem barë," tha. "Ke jetën tënde." Unë ndjeva i goditur. Jetën time. Cila ishte jeta ime? Një shtëpi e heshtur, kujtime të vjetra dhe ditë që ngjanin me njëra tjetrën. Doja t'i thosha se ajo ishte bërë pjesë e asaj jete, ndoshta pjesa më e gjallë, por fjalët më mbetën në fyt. Mbrëmjen e asaj dite, dola të ecja vetëm. Ajri ishte i freskët, rrugët pothuajse bosh. Mendova për Arbenin. Po të ishte gjallë, çfarë do të mendonte? A do të më urrente? Apo do të më kuptonte? Vëllai im kishte qenë gjithmonë njeri i drejtë, por edhe i butë. Mendimi se mund ta zhgënjeja, qoftë edhe në kujtim, më brejti shpirtin. Kur u ktheva, Elena ishte në kuzhinë duke bërë çaj. Aroma e kamomilit u përhap në shtëpi, si dikur kur Arbeni ishte gjallë. U ulëm përballë njëri tjetrit, pa folur. Heshtja mes nesh nuk ishte më e rëndë. Ishte e mbushur me fjalë të pathëna. Kam menduar shumë, tha ajo papritur. Për ne, për këtë situatë. Zemra më rahu fort. Edhe unë, ja ktheva. Ajo mori frym thellë. Nuk dua të iki me ndjenjen se po ik nga diçka e rëndësishme.
por as nuk dua të bëj diçka për të cilën do të pendohemi. Fjalët e saj ishin pasqyra e frikës sime. E kuptova se ajo po luftonte të njëjtën betejë. Nuk po të kërkoj asgjë, i thash. As të rish, as të ikësh. Vetëm dije se prania jote ka rëndësi për mua. Ajo më pa gjatë. Syti shkëlqenin nga lotët që nuk binin. Edhe ti për mua, tha. Atë natë, për herë të parë pas vdekjes së Arbenit, unë ndjeva pak më i qetë. Nuk kishte vendime, nuk kishte premtime. Vetëm një të vërtet të pranuar në heshtje. Ditët kaluan dhe Elenës ju shtua një lloj hezitimi. Nuk fliste më për largimin me të njëjtën vendosmëri. Ndonjëherë gjeja duke parë nga dritarja, sikur po peshonte jetën që kishte dhe atë që mund të kishte. Fillova të gatuaj më shpesh, jo nga detyrimi, por sepse më pëlqente ta shihja duke buzëqeshur kur shijonte diçka që i pëlqente. Ajo nga ana e saj kujdesej për kopshtin, sillte lule të reja, sikur donte t'i jepte shtëpisë një arsye për të qëndruar gjallë. Një mëngjes, teksa po u iste lulet, u rrëzua lehtë. Asgjë serioze, por u tremba. Vrapova drejt saj, e mbajta nga krahu. Je mirë? E pyeta me zë të shqetësuar. Po, tha ajo, por dora e saj u shtrëngua fort pas timit. Në atë çast, nuk ishte thjesht një kapje për ekuilibër. Ishte një kërkim sigurie. Nuk e hoqa dorën, as ajo të vetën. Qëndruam ashtu për disa sekonda që më dukeshin si minuta të tëra. Pastaj ajo e lëshoi ngadalë, sikur të ishte friksuar nga vetja. Më fal, tha. Mos u kërko falje, ju përgjigja butë. Që nga ajo ditë prekjet tona u bën më të shpeshta, por gjithmonë të kujdesshme. Një dorë mbi supë, një përqafim i shkurtër kur ndiheshim të lodhur. Çdo gjest ishte i ngarkuar me ndjenja që nuk guxonim t'i quanim me emër, por bota jashtë nuk ishte aq e butë. Fjalët filluan të qarkullonin. Fqinjet vinin re se Elena ende jetonte me mua. Disa shikonin me kurreshtje, disa me dyshim. Një ditë, një kushëri i largët më tha me gjysmë zëri. Njerëzit flasin, e di. Le të flasin, ja ktheva, por brenda nuk isha aq i fortë sa ushtira. Këto fjale bën Elenën më të mbyllur. Një mbrëmje më tha, nuk dua të fus në telashe. As të njollos emrin e Arbenit. Emri i tij nuk njolloset nga dashuria, i thash, pa e kuptuar se çfarë po pranoja me atë fjali. Ajo më pa e habitur. Fjala dashuri që doli nga goja ime na la të dyve pa frym. Nuk e mora mbrapsh. Ishte aty mes nesh, e vërtet dhe e frikshme. A është dashuri kjo? Pyeti ajo me zë të ulët. Nuk dija çfarë t'i përgjigjesha. Në moshën tonë, fjala dashuri tingëllon ndryshe. Nuk ka zjarrin e rinis, por ka një thellësi të qetë, një nevojë për praninë e tjetrit. Nuk e di, thash sinqerisht, por di që pa ty, ditët e mia do të ishin shumë më të zbrazta. Ajo uli kokën. Lotët i rrëshitën pa zhurmë. Edhe të miat përshpëriti. Atë natë u ulëm në divan, më afër se kur. Ajo mbështeti kokën lehtë në supin tim. Trupi i saj dridhej pak. Vendosa dorën mbi shpatullën e saj, me kujdes, si të ishte diçka e brisht. Nuk kishte pasion, nuk kishte ngut. Vetëm dy shpirtra të lodhur që gjenin strehte njëri tjetri. Në mendjen time, Arbeni ishte aty. Nuk si hije kërcënuese, por si kujtimi fort. Në atë moment I fola në heshtje. Nuk po ta marr vendin. Vetëm po përpiqem të mos mbetem vetëm. Dhe për herë të parë nuk ndjeva turp. Ditët që pasuan sollën një qartësi të re. Nuk e shpallëm asgjë, nuk bëm plane të mëdha. Por u bë e qartë se asnjëri nuk donte më të largohej. Elena hoqi dorë nga ideja e shpërnguljes. Kutia me libra mbeti në qoshe, e pa hapur. Megjithatë frika mbeti. Frika e gjykimit, e gabimit, e pendesës. Ishte një dashuri e vonuar, e ndërtuar mbi humbje. Dhe kjo e bënte edhe më të ndërlikuar. Një mbrëmje ndërsa po flisnim për gjëra të zakonshme, Elena tha, ndoshta jeta po na jep një shans të dytë, edhe pse nuk e kërkuam. E shikova dhe kuptova se kishte të drejtë. Nuk e kishim planifikuar këtë rrugë. Ajo na kishte gjetur në një moshë kur mendonim se rrugët e reja ishin mbyllur. Pjesa më e vështirë ishte ende përpara nesh. Ta pranonim këtë ndjenjë jo vetëm mes nesh, por edhe përballë botës. Por për herë të parë pas shumë kohësh, nuk ndihesha më vetëm në këtë përballje. Kjo ishte etapa e dytë e historisë sonë. Jo ende dashuri e plot, jo më vetëm dhimbje. Ishte një terren I paqartë mes fajit dhe shpresës, ku çdo hap kërkonte guxim. Dhe ne, dy njerëz 70 vjeçar, po mësonim sërish si të ecnim.
Pranimi I asaj që po ndodhte mes nesh nuk erdhi si një dritë e fortë që ndriçon gjithçka për një herë, por si agim I ngadalshëm. Çdo ditë sillte pak më shumë qartësi, por edhe më shumë frikë. Tani që e dinim se nuk ishte thjesht zakon apo vetmi, por diçka më e thellë, pesha e përgjegjësisë u bë më e madhe. Filluam ta shmangnim bisedën përpara të tjerëve. Kur vinin të afërm, uleshim larg njëri tjetrit. Elena më thërriste sërish kunat me zë të lartë, sikur fjalat e ishte një mur mbrojtës. Por kur mbeteshim vetëm, muret binin. Një shikim I mjaftonte tjetrit për të kuptuar se çfarë ndjenim. Një ditë, motra ime erdhi për vizitë pa paralajmërim. Ajo është grua e drejt për drejt, me sy që vërejnë gjithçka. Na pa të dyve, pa shtëpinë, pa mënyrën si Elena kishte vendosur lule të freskëta në tryezë, si kishte gatuar me kujdes. Nuk tha asgjë atë ditë, por para se të ikte, më mori mënjan. Duhet të flasim, më tha. E dija çfarë po vinte. Njerëzit flasin, vazhdoi ajo, dhe nuk flasin mirë. Njerëzit gjithmonë flasin, ju përgjigja, por zëri më dridhej. Kjo nuk është si çdo gjë tjetër, tha ajo më ashpër. Është gruaja e vëllait ton. Fjala ton më goditi. Nuk ishte më vetëm çështja ime. Ishte e familjes, e traditës, e kujtimit të Arbenit. Ajo nuk po I bën keq askujt, thash. Asun. Motra më pa gjatë. Zëri I saj u butësua. Ndoshta jo. Por a ke menduar se çfarë do të thotë kjo për emrin e tij? Kur u largua, u ndjeva I zbrazët. Fjalët e saj më ndiqnin si hije. Elena e kuptoi se diçka kishte ndodhur. Çfarë tha? Më pyeti me kujdes. Ja tregova gjithçka. Ajo uli kokën dhe heshti për një kohë të gjatë. Ndoshta ka të drejtë, tha më në fund. Ndoshta po gabojmë. Këto fjalë më dhembën më shumë se çdo gjykim nga jashtë. Po ti çfarë ndjen? E pyeta. Ajo ngriti sy, të lodhur. Ndjej se kur jam me ty, dhimbja ime është më e lehtë. Ndjej se ende jam e gjallë, por ndjej edhe frikë, shumë frikë. E kuptova se nuk mund ta shtyja. Nuk ishte një dashuri që duhej fituar me forcë. Duhej zgjedhur çdo ditë me vetëdije. Vendosëm të merrnim pak distancë. Jo ndarje, por hapësirë për mendim. Elena filloi të flinte më shpesh te motra e saj, të paktën disa net në javë. Shtëpia u kthye sërish në heshtje, por tani e dija se çfarë po mungonte. Gjatë asaj kohe fillova të shkruaj. Jo letra për të dërguar, por fjalë për veten. I shkruaja Arbenit sikur të ishte ende gjallë. I tregoja për ditët, për frikën, për ndjenjat që më turpëronin. Nuk kërkoja falje, kërkoja kuptim. Dhe çuditërisht duke shkruar, ndjeja sikur ai po më dëgjonte pa më gjykuar. Një mbrëmje Elena më telefonoi. Mund të vi sonte? Më pyeti. Kam nevojë të flas. Kur erdhi, fytyra e saj ishte vendosur, por syt I dridheshin. Kam menduar shumë, tha sa po u ul. Kam folur me priftin, me motrën time, me veten. Zemra më rahu fort. Dhe askush nuk mund të më thotë çfarë të bëj. As feja, as familja, as e kaluara. Vetëm unë e di se si ndihem. Ajo mori frymë thellë. Nuk po kërkoj të zëvendësoja Arbenin. Askush nuk mundet. Por nuk dua të jetoj si e vdekur vetëm sepse kam humbur. Lotët më mbushën syt. As unë, I thash. Ajo u afrua dhe për herë të parë pa hezitim më përqafoi. Përqafimi ishte I gjatë, I qetë, I mbushur me një lehtësim të thellë. Nuk ishte pasion të vrullshëm. Ishte një pranim, që nga ajo natë vendosëm të mos fshiheshim më mes nesh. Por vendosëm edhe diçka tjetër. Ta jetonim këtë ndjenjë me dinjitet dhe kujdes. Pa nxitim, pa provokim ndaj botës. Jo sepse kishim turp, por sepse donim ta mbronim. Disa njerëz e morëm vesh. Disa na kthyen shpinën. Disa na shikuan me keqardhje, por pati edhe nga ata që na befasuan me mirë kuptim. Një fqinje vjetër I tha Elenës. Jeta është shumë e shkurtër për ta kaluar vetëm. Këto fjalë u bën si një bekim I vogël. Filluam të dilnim për shëtitje së bashku, në vende ku askush nuk na njihte. Deti na bëri mirë. Zhurma e valëve I mbyste zërat e brendshëm që na gjykonin. Aty, duke ecur ngadalë, duke mbajtur duart, ndjeva një paqe që nuk e kisha ndjer prej vitesh. Një pasdite, Elena u ndal dhe tha: "Më vjen keq që po e bën këtë kaq të vështirë për ty." "Nuk po e bën ti," ju përgjigja. "Po e bën frika jon." Ajo buzëqeshi. Ishte buzëqeshje e vërtet. Jo ajo e kujdesshmja që përdorte shpesh. Por jeta nuk të le të harrosh kaq lehtë.
Një natë pash në ëndër Arbenin. Ishte i qetë, më shikonte pa fjalë. U zgjova i mbuluar në djers. I tregova Elenës. Çfarë bëri? Më pyeti ajo. Asgjë. Vetëm më shikoi. Ajo mendoi pak. Ndoshta shkoha ta shikosh edhe ti veten pa fjalë, tha. Pa gjykim. Kjo fjali më shoqëroi gjatë. Pjesa e tretë e historisë son ishte ajo e përballjes. Me familjen, me shoqërinë, por mbi të gjitha me veten. Nuk ishte një rrugë e lehtë, por ishte e ndershme. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ndjeva se po jetoja jo sipas asaj që pritej, por sipas asaj që ishte vërtet për mua. Ne nuk e dinim ende se çfarë do të sillte e ardhmja, por e dinim një gjë. Nuk donim ta kalonim vetëm. Dhe në moshën 70 vjeçare, kjo ishte një guxim që nuk e kishim menduar kurrë se do ta gjenim. Vendimi për të mos u fshehur më nga vetja jon nuk e bëri jetën menjëherë më të lehtë. Përkundrazi, duket sikur sapo e pranuam të vërtetën mes nesh. Bota vendosi të na e kujtoj sa e vështirë ishte ajo rrugë, por diçka kishte ndryshuar thellë. Nuk ishim më dy njerëz që fshinin një ndjenjë të ndaluar, por dy shpirtra që e kishin zgjedhur njëri tjetrin me vetëdije. Elena u kthye përfundimisht në shtëpi, jo si dikur me hezitim, por me një qetësi të re. Ajo solli përsëri librat, i vendosi në raft, hapi dritare dhe la dritën të hynte lirshëm. Ishte sikur po thoshte, jam këtu, nuk po ik më. Dhe për mua, kjo ishte një deklaratë më e fortë se çdo premtim. Filluam të ndërtonim një rutinë të re. Zgjoheshim herët, pinim kafen bashk, flisnim për gjëra të vogla. Motin, kopshtin, ndonjë lajm nga televizioni, por pas atyre fjalëve të thjeshta fshihej diçka e madhe. Ndjenja se nuk ishim më vetëm. Në moshën tonë, kjo nuk është pak. Një ditë, mora guximin të shkoja te varri i Arbenit. Vetëm. Elena donte të vinte, por i thash se këtë rrugë duhej ta bëja i vetëm. Mora disa lule të bardha, ato që ai i pëlqente. U ula përpara gurit të ftohtë dhe për një kohë të gjatë nuk fola. Vetëm shikoja emrin e tij të gdhendur, vitet e jetës së tij. Dhe mendova sa shpejt kthehet gjithçka në shifra. Vëlla, i thash më në fund me zë të ulët, nuk po ta marr jetën. As kujtimin, po përpiqem vetëm të vazhdoj timen. Nuk e di nëse ishte imagjinat apo nevojë e shpirtit, por u ndjeva më i lehtë kur u ngrita, sikur diçka që më mbante brenda ishte zgjidhur. Kur u ktheva në shtëpi, Elena më priste. Nuk më pyeti asgjë, vetëm më përqafoi. Dhe në atë përqafim ndjeva një paqe që nuk isha ndjer asnjëherë më parë. Ishte sikur dy rrugë të dhimbshme ishin bashkuar në një. Por familja nuk u bashkua me ne kaq lehtë. Motra ime erdhi përsëri. Këtë herë nuk erdhi për të paralajmëruar, por për të përballur. A është e vërtetë? Më pyeti drejtë në sy. Po, ju përgjigja. Është. Elena ishte aty. Nuk u fsheh. U ul pranë meje. Motra na pa të dyve. Në fytyrën e saj u përzien zemërimi, trishtimi dhe diçka tjetër lodhje. A e dini sa e vështirë është kjo për mua? Tha. Për familjen. E dim, tha Elena me zë të qetë. Por edhe për ne është e vështirë. Pati heshtje. Një heshtje e gjatë, e rëndë. Nuk do ta kuptoj kur plotësisht, tha motra më në fund. Por nuk kam zemër t'ju shkatërroj jetën. Vetëm bëjeni me respekt. Këto fjalë nuk ishin bekim, por as mallkim. Ishin një derë lënë pak hapur. Dhe për ne mjaftonte. Thashe themet nuk pushuan. Disa të afër mu larguan. Disa miq të vjetër nuk na thirrën më, por ndodhi diçka e çuditshme. Rrethi ynë u bë më i vogël, por më i pastër. Ata që mbetën sepse na donin, jo sepse na duhej të dukeshim siç pritej. Një pasditë vere, shkuam bashk në një qytet bregdetar. Ishte hera e parë që udhëtonim vetëm si çift. Edhe pse askush nuk e dinte këtë zyrtarisht. Deti ishte i qetë. U ulëm në një stol dhe shikonim perëndimin e diellit. A mendon ndonjëherë se jeta po na tall? Më pyeti Elena. Që na solli këtu kaq vonë? Ndoshta, thash, ose ndoshta na kurseu dhimbje që nuk do ta përballonim më herët. Ajo buzëqeshi. Më kapi dorën. Nuk u shqetësua kush na shikonte. As unë. Në ato momente kuptova se dashuria në këtë moshë nuk kërkon dëshmi të mëdha. Nuk kërkon premtime për përjetësi. Kërkon vetëm praninë, respektin dhe guximin për të qenë i sinqert. Por kishte ende një pengesë të fundit. Frika jone e brendshme. Një mbrëmje Elena më tha, kam frikë se një ditë do të zgjohesh dhe do të mendosh se ke gabuar. E shikova drejt.
Dhe unë kam frikë se do të zgjohem pa ty, I thash. Por nuk dua që frika të jetë ajo që na drejton. Ajo uli kokën, pastaj më pasërish. Atëherë le ta jetojmë ditë pas dite, tha. Pa premtime të mëdha, pa borxhe ndaj së shkuarës. Kjo u bë marrëveshja jonë e heshtur. Filluam të flisnim për gjëra praktike. Shëndetin, vite që kishim përpara, realitetin e moshës. Nuk ishte romantike, por ishte e vërtet. Dhe çuditërisht, kjo e bëri lidhjen tonë më të fortë. Nuk po ndërtonim iluzione, po ndërtonim qetësi. Pjesa e katërt e historisë son ishte ajo e stabilitetit të brisht. Jo një lumturi e zhurmshme, por një paqe e fituar me mund. Ende kishte shikime gjykuese, ende kishte net me dyshime, por kishte edhe mëngjese me kafe të ngrohtë, shëtitje të ngadalta, dhe ndjenjen e thellë se nuk ishim më vetëm në këtë fungudhe. Dhe ndoshta në një mënyrë të çuditshme, pikërisht kjo e nderonte më shumë kujtimin e Arbenit. Fakti që nga dhimbja e humbjes së tij, kishte lindur një kujdes I sinqert mes dy njerëzve që ai kishte dashur. Na mbetej edhe një pjesë përpara. Ajo që do të vendoste nëse kjo histori do të quhej guxim apo gabim. Por për herë të parë nuk kishim frikë ta përballonim. Vitet nuk pyesin nëse je gati. Ato ecin përpara ngadalë, por pa u ndalur. Pas gjithë asaj që kishim kaluar, e kuptuam se koha jon nuk duhej shpenzuar më duke u justifikuar, as duke u fshehur pas frikës. Jo sepse bota kishte pushuar së gjykuari, por sepse ne kishim pushuar së jetuari për të. Jeta jon u bë e thjesht, nuk kishte ceremoni, as deklarata të mëdha. Nuk u martuam, nuk e shpallëm dashurinë tonë me fjalë të zhurmshme. Thjesht jetuam bashk, ditë pas dite, si dy njerëz që kishin vendosur të mos e linin më vetmin të fitonte. Mëngjeset u bën pjesa ime e preferuar e ditës. Elena zgjohej herët, hapte dritaren dhe linte ajrin e freskët të hynte në dhomë. Unë përgatisja kafen. Shpesh nuk flisnim shumë. Nuk kishte më nevojë. Heshtja jon nuk ishte bosh. Ishte e mbushur me prani. Shëndeti nisi të na kujtonte moshën. Vizitat e mjeku, ilaçe mbi komodin, ditë me lodhje. Kishte momente frike, net kur një kollë e fortë apo një dhimbje e papritur na zgjonte nga gjumi. Në ato qaste, dora e tjetrit ishte më e vlefshme se çdo ilaç. Nuk kishim iluzione për përjetësinë, por kishim njëri tjetrin për sot. Një ditë Elena më tha, nëse do të kisha vdekur bashkë me Arbenin, askush do ta kishte vënë re. Por ti më riktheve në jetë. Fjalët e saj më pren frymën. Nuk të riktheva unë, I thash. Ti zgjodhe të jetosh. Ajo buzëqeshi. Ishte buzëqeshja e një gruaje që nuk ndihej më fajtore për të qenë gjallë. Me kalimin e kohës, edhe disa plagë familjare u zbutën. Jo të gjitha. Disa të afërm nuk na folën më kurrë. Të tjerë u kthyen ngadalë, pa kërkuar shpjegime. Motra ime erdhi një pasdite dhe u ul me ne në verandë. Nuk foli për të shkuarën. Pyeti për shëndetin, për kopshtin. Para se të ikte, I tha Elenës. Kujdesu për të. Ishte hera e parë që e quajti praninë e saj diçka normale. Ishte mjaft. Ne nuk u bëm shembull për askënd. As nuk deshëm. E dinim që historia jon do të mbetej e vështirë për të pranuar nga disa. Por e dinim edhe diçka tjetër. Dashuria nuk lind gjithmonë në kohën e duhur, as në rrethanat e pastra. Ndonjëherë lind në rënoja, mes humbjeve, si një bar I vogël që del nga betoni. Një mbrëmje vjeshte, ulëm sërish te varri I Arbenit. Këtë herë shkuam bashk. Vendosëm lule. Qëndruam në heshtje. Pastaj Elena foli. Faleminderit që më mësove si të dua pa frikë. Nuk e di nëse fjalët e saj ishin për mua apo për të. Ndoshta për të dy. Unë shtova në heshtje. Faleminderit që nuk na mësove të urrejmë jetën. Kur u larguam, nuk u kthyem pas. Jo sepse harruam, por sepse e kishim pranuar. Sot, kur njerëzit na shikojnë, disa ende shohin një histori të gabuar, por ata që na njohin vërtet, shohin dy të moshuar që ecin ngadalë. Mbajnë dorën e njëri tjetrit dhe ndalen shpesh për të marrë frymë. Nuk ka skandal në këtë pamje. Vetëm njerëzi. Në moshën 70 vjeçare mësuam një të vërtet të thjeshtë. Dashuria nuk ka orar, nuk ka mosh, nuk ka forma të pastra. Ka vetëm guximin për të mos u mbyllur para saj. Kjo histori nuk është për të imituar, as për të gjykuar. Është thjesht dëshmi se edhe pas humbjeve më të mëdha, zemra mund të gjejë sërish një arsye për të rrahur. Dhe ndoshta fundi më I mirë I jetës nuk është të jesh I përsosur në sytë e botës, por të mos jesh vetëm në sytë e njeriut që ke pranë.